pjesëmarrjes së qytetarëve, të cilët ndoshta është parë dhe është diskutuar që kanë shkuar lëvizjen vetëvendosja në një farë forme, por vota e tyre nuk është se u drejtua dhe tek partitë e tjera, zotri Ashari. Si e keni parë ju këtë? Në fakt, këto zgjedhje nuk sallën një fitues absolut. Vetëvendosja është partia e parë dhe me numrin më të madh të vota, por gjithsesi ky rezultat nuk i mundson asaj që të krijojë vetë institucione, por që, siç u tha, kërkon bashkërendim, marrëveshje dhe një kompromis edhe me partitë tjera. Unë mendoj që dy janë rrugët të cilat çojnë në zgjidhjen e kësaj situatës. Një koalicion i madh mes dy partive politike, mes parit ose dytit, ose një marrëveshje gjithëpërfshirëse e skenës politike e subjekte politike shqiptare prezente në kuvendin e Kosovës. Unë nuk shoh zgjidhje nëse partitë politike e sidomos vetëvendosja synon ta zgjidh parcialisht, pjesërisht situatën, duke thënë, okej, siç ka thënë edhe të kaluarën, ta bëjmë një herë, ta konstituojmë kuvendin, pastaj qeverinë, pastaj të presim të presidentin. Kjo nuk qënë asgjë kundi. Partitë politike qysh tash do të merren vesh për 3 pozitat kyçe, cilat janë vakante dhe do qysh tash të diskutohet kush do të jetë presidenti ose kujna do t'i takojë presidenti, kryeparlamentari dhe kryeministri, sepse në të kaluar